Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një dalje për media ditën e sotme ka akuzuar qeveri se ka bashkëpunuar me grupe kriminale për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Sipas tij, procesi zgjedhor nuk ishte i lirë dhe i ndershëm. Zgjedhjet e 11 majit u diktuan që të gjitha nga krimi, bandat kriminale të qeverisë ishin aktive në 10 qarqe të Shqipërisë, në 20 bashki të vendit, dhe ato patronuan 30 deputet të mazhorancës kriminale. Këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të plaçkitura dhe më të dhunuara në tërë historinë elektorale të Shqipërisë pluraliste. Kur ndonjëherë bandat nuk kanë prunë kaq shumë përfaqësues të tyre në parlamentin shqiptar sa në këtë parlament. Nga veriu në jug, nga lindja në prendim. I pyetur nga gazetarët nëse do të marrë përgjegjësi për rezultatin dhe do të tërhiqet nga drejtimi i Partisë Demokratike, Berisha theksoi se nuk do dorëzohet. Këtë betejë gjerën fitore ai që nisi dhe bitisi. Do ta bitisi. E murdhvesh. Në të njëjtën deklaratë, Berisha njoftoi organizimin e një proteste në 16 maj, pikërisht në ditën kur Tirana pret liderët europianë në samitin e Komunitetit Politik Evropian. Protesta do të mbahet në bulevardin Zogu i Parë në orën 17. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektorale Edi Rama që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Protesta do të jetë paqësore. Berisha theksoi se protesta nuk do të cënojë sigurinë e liderëve që marrin pjesë në samit, por do të shërbejë si mesazh politik drejtuar Europës. Autoritetet ndërkohë po përgatiten për një ditë të mbingarkuar në kryeqytet mes masave të rrepta të sigurisë për samitin dhe mbajtjes së protestës opozitare.